Belinda Balluku ka dalë në terren për të monitoruar përmbytjet në Shqipëri. E ndërkohë, duket se edhe banorët e Durrësit janë ngritur në protestë për të protestuar ndaj situatës së vështirë në këtë qytet, ardhur si pasojë e mos funksionimit ndoshta të investimeve që janë bërë në këtë qytet. Si gjykoni të ndara pra prezencën e Ballukut, edhe pse është e kërkuar nga Spaku për të arrestuar, si dhe situatën që po kalon Shqipëria me përmbytjet? Ky nuk është vetëm kashilliku që Belinda Balluku vazhdon të bëjë kashi qytetarëve apo vetë politikës, po ky për mua është rrënimi total i një shteti. Sepse një pandero të dalë dhe të bëjë propagandë apo të vazhdojë në postet shtetërore, domethënë bën në sensin më të madh. Në gjithë botën, po kudo ta vesh glishin klop, nuk ndodh kjo në asnjë shtet tjetër të botës nuk ndodh. Nuk ndodh sepse kjo është tashmë është e pandehur në drejtësi, është me dozë e akuzuar. Nuk është se po hamundësojmë, është e akuzuar. Dhe një person i akuzuar të dali para mediave dhe të gjithë mediat, në këtë rast duhet të ishin mediat të paktën në një moment të vetëm ta kishin treguar vetëm që ne jemi në shërbim qytetarë, jemi të pavarur. Mediat nuk duhet të kishin mbajtur. Nuk duhet ta kishin transmetuar fare. Një media e rregullt nuk e transmeton të fare. Por jetojmë në Shqipëri dhe vazhdon ai kashilliku që i bën drejtësisë, i bën politikës, i bën dhe vetë partisë vetë. Opozitës po e po. Kthehemi tek Durrësi. Durrësi është një qytet i cili kam dëgjuar shumë, bile s'kam dëgjuar dhe idiotizmin që Durrësi është në nivelin e detit. Durrësi është një qytet që është nga 5 deri 20 metra mbi nivelin e detit. Punimet që janë bërë në Durrës, duke filluar qysh në shkatrimin e portit Durrësit, edhe porti Durrësit ka qenë një barierë, themi, e qytetit. Po tek Velera, që bëri dakon, tek shkatrimi i infrastrukturës, duke marrë parasysh bërjen në disa rrugëve, tek porti duke shkatruar të sistemin e shinave, dhe bën rrugën, hoqën, ka qenë 17 palë shina në Durrës, i hoqën, dhe bën një rrugë. E prishën edhe atë infrastrukturë. E ulën edhe pjesën e kotës së rrugës, dhe ajo që ndodh që këtu, përveç Kënetës, se këtu nuk është përmbyt vetëm Këneta, është përmbyt edhe qyteti. Pra, nëse marrim nga muzeu deri te Corridat, muzeu është varrezet të dëshmorëve për ata që se dinë Durrës, jo muzeu arkeologjik. Deri nga muzeu, deri te Corridat, e gjithë Durrësi është i përmbytur. Përveç pjesës të sipër. Domethënë Durrës, pjesa qyteti vjetër nuk është përmbytur. Është i riu, themi, ato që janë bërë zhvillimet e mëvonshme e njërën e tjetrën. Çfarë ndodh tani? Këta mirë që kanë bërë investime, mirë që kanë vjedhur aq shumë, sa edhe investimet që kanë bërë në atë lloj forme e cila nuk është funksionale. Pra, kanalizimi i ujërave nuk është bërë. Hidrovori nuk punon, sepse është mbi nivelin e Kënetës. Pra nuk e thith, nuk e nxjerr. Dhe çfarë ndodh tashmë? I gjithë ujti që vjen nga Kodra, i gjithë zbarkon në Durrës dhe del ke stacioni tren deri te ura e Dajlanit. Mirë po, kanalizimi që ka qenë dikur, se kjo është ajo çmënduria e ndërtimit. Kanalizimi që ka qenë dikur, që dilte deri te Plepat, ai kanalizim është prishur. Jo vetëm po të kujtoni rrugën e plazhit, që ishte një rrugë e gjerë, u kthye, u prish, u ndërtua, u bë me hundë, me bryla aty, që s'merret vesh çka ka bërë Dako në atë kohë.
Dhe i gjithë kanalizimi asaj kohe iku. Pra ne në Durrës nuk është problemi se u mbyt nga shiu. Nuk është problemi se Durrësi aty është, nuk është puna se Durrësi lujti niveli detit në Durrës. Durrësi aty është dihet Durrësi. Thash, nga 5 deri 20 metra është niveli detit. Po aty ka qenë gjithmonë Durrësi. Problemi është pse mbytet. Ku janë investimet? Dhe po të marrin dhe pjesën tjetër pastaj. Pse u lejuan këto ndërtimet, qoftë edhe ndërtimet informale, po flasim tashmë. Pse u lejuan këto që të bëhen rrafsh me tokën? Dakord, e për informale, dakord, pa lejë, pa gjë. Po jo rrafsh me tokën. Pra, pse nuk u dhanë një gjoklatur ndërtimeve? Themi 20 centim, 30 centim mbi nivelin e tokës dhe aty të fillon banesa? Sepse kjo është gabimi edhe i ndërtimeve pa leje, pra ndërtime pa infrastrukturë. Pra nuk ishte infrastrukturë në Kënet, pra ne ndodhi kjo. Nuk ishte rrugë ku ti të maçe kuota. Dhe ndodhi kjo pastaj. Tashmë e gjitha ajo pjesë vjen dhe ngarkohet Durrësi. Dikur ka qenë Këneta, se Durrësi po ta shofësh, se këta edhe flasin, po s'di se nuk di, ose se ka pa në një qytetin, nuk i njohin fare. Se dhe Vorreza në Durrës, po t'i shofësh, nuk janë në fushë. Janë kodër. Po ato Vorreza nuk janë të sotshme. Ato Vorreza janë themi shekullore. Po si është mundi para një shekulli atje, apo 2 shekull që janë bërë Vorrezat, janë bërë në atë vend? Nuk u bën fushë, kishte fushë, sa dush aty. Përballë Vorrezave është fushë. Pse s'u bën të fusha, po u bën të kodra? Pra, tregote se Durrësi, ajo pjesa aty përmbytet. Po në Porto Romano, porti që u bë, ajo që u kam thënë, që du t'ja u haj kokën gjithë, se edhe ky Rama që po ikën, edhe për këtë port po ikën. Ai port që du t'ja haj kokën. Se është bërë një katraur tek porti në Porto Romano. Pra e më bërë dy elementë. Porti Durrësit po shkatrohet, dhe Porto Romano që është një shkatrim total që po i bëhet sistemit. Qoftë edhe energjetik tashmë. Dhe ajo që të vjen keq, të gjitha ato investime, të gjitha ato rrugë që janë shtruar aty, me këtë lloj përmbytje të gjithë do çahen, do shkatrohen, do rrshkasen. Sepse nuk ka asnjë lloj kanalizimi. Nuk mundet të qëndrojë pa kanalizim, pa drenazhim. Nuk ka tokë pa drenazhim. Dëgjoj idiotizëm ato që thonë janë bë themelet, pra ne s'ka drenazhim. Jo. Ka kanale drenazhuese ka pasur. Dhe këto kanale nuk ekzistojnë, nuk pastrohen. Nuk mund ta çosh ekskavatorin sot ti të pastroj kanalin, nuk e pastron kanalin sot ekskavatori. Dhe to janë dëme kolosale të qytetit. Dhe kjo është ajo pjesa pastaj që pushteti vendor në vend të merret me pastrimin e qytetit, në vend të merret me kanalizimin e qytetit, atëherë merren me korrupsione, me betone, me lale lule, me zbukurime. Qa duhet ai zbukurim që ti i bën qytetit, qoftë edhe për fest, kur ti të nesën të përmbytet qytetit? Dhe ajo që është pastaj, nuk ka ndodhur ndonjëherë që të vdesi njeri në kohë përmbytje në Durrës. Vdekja e personit, aty punëtorit, bëri që të futet prokuroria tashmë në hetim. Nga njëherë, duhet thosh, çdo e keqe e ka i të mirë. Pra, po mos kishte ndodhur kjo, prokuroria s'do fuste në hetim. Po ndodhi vdekja, ti tash sot prokuroria ka marrë në hetim. Dhe ku do ta çojë, nuk e di. Po që është një skandal i vërtet. Durrësi është shkatruar. Durrësi nga qytet muze, nga qytet arkeologjik, nga qytet mira vjeçar, të arrijë dhe të kalëndiset në dorën e ca horra që shkatruan atë qytet.
Nuk është problemi se u dhe 5 lek aty në banor apo si u dhe 5 lek. Nesër do ndodhi prapë. Problemi është e zgjidhja, nuk është problemi ja u dhe atë ndihmë. Po nesër do ndodhi prapë. Prapë do t'u japësh ndihmë? Kush është zgjidhja? A ka zgjidhje s'ka? Nuk ka zgjidhje. Sepse duhet po s'u bën drenazhimi i tokës, po nuk u bën kanalizimet, ujërat e bardha dhe ujërat e zeza, gjithmonë do ketë ky lloj Durrës, një pikë shibie mbushet Durrësi. Dhe bashkia e Durrësit nuk di se ç'a bën. Nuk di ç'a bën. Tash merret me Lale Lule, kërkon, bën Rama tash i ka futur edhe janë 2 pallate mes Durrësit, që zona prapë arkeologjike, i ka futur janë 2 pallate të mëdhenj, 3 pallate të mëdhenj, nuk di se sa se ka aprovu tashmë, do zoti e heqin, nuk shkatërrohet më Durrësi. Durrësi e gjithë Shqipëria gjon, po flasim për Durrësin. Me qytetit ka fut janë 2 pallate, ka 70 kat, ku di sa i ka po. Dhe ta shkatërrojnë fare qytetin. Dhe pastaj themi pse u përmbyt, po do përmbytet. Durrësi s'ka ujë. Durrësi përmbytet. Se kështu e bën. Edhe zonën e Çurrinave kështu e bën. Dhe e gjithë ajo kodra e ra poshtë. Gjithë ndërtimi që janë ra, do vi momenti gjithë ndërtimi që janë atje do vinë poshtë në det. Një përgjegjësi e papërgjegjshme. Pra këta e koshient për atë papërgjegjësinë e tyre. I kanë prish me koshiencë. Se janë vetëm si përfaqësor. Dhe kur e marrin dorë pastaj njerëz që nuk janë profesionit, absolutisht do mësojmë në këtë lloj forme, në të drejtë të shkojmë. Zoti ka shpëtuar ata njerëz, se jeta e njeriu është më e shtrenjtë se sa çdo tullë llaç apo lavatriçe frigorifer që mund të jetë. Jeta e njeriu të pak me një jetë, edhe një jetë që ka mund thash është të mashme, s'ka ndodhur ndonjëherë në Durrës si të vdesë njëri për dhe aq më tepër që ishte punëtor, nuk ishte as qytetar që se një herë nëse ju kujtohet para 4 muajsh, 5 muajsh, kur ai shiu madh, tjetër në zuri korrendi, po te aty zona të Knetës. Po te zona e Knetës e zuri korrendi. A që të mërshme është ajo zonë. Nuk vetë dorë njëri. Zoti Merkot, që ka pasur një reagim nga ambasada amerikane, e cila thekson se e ngarkuara me punë që ndodhet në ambasadë amerikane, ka takuar kryeprokurorin e posaçëm të Spakut Klodian Braho dhe kreun e BKH-s Joni Keta. E ngarkuara me punë i ka përgëzuar për rolet drejtuese që kanë marrë si Joni Keta, po ashtu dhe Klodian Braho. Por ajo që po themi ritheksohet nga ambasada amerikane është se thonë që e mbështesin Spakun në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të narkotikëve. Siç ka deklaruar sekretari Rubio, ne do të përballemi me kartelet e drogës kudo që ndodhen dhe kudo që veprojnë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Detyrimi kryesor i presidentit është të sigurojë interesin kombëtar dhe sigurinë kombëtare të popullit tonë. Së bashku ne qëndrojmë të bashkuar në luftën kundër krimit ndërkombëtar, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane. Çfarë do të thotë kjo? Vazhdimësia e politikës Trump dalën pa në çdo moment e kësaj politike dhe jo pa qëllim në çdo intervistë që kemi bërë kam thënë po preke sigurinë e Amerikës je i mbaruar. Je i vdekur politikisht, nuk mund do dalësh, do japësh ca për këtë. Mos harroni se Shqipëria është vendi i cili është cilësuar si vendi ku hyn kokaina dhe del kokaina. Heroina e çdo drogë tjetër, fentanilina, çdo drogë tjetër, hyn dhe del. Pra, korrupsioni në Shqipëri është galopant. Droga në Shqipëri nuk jemi vend që prodhojmë drogë. Por nga raporti 2024 ka qenë raporti 2024 në Itali, kur thoshte që 50 ton drogë kalon nga Shqipëria në vit. Raporti 2024.
Kështu që Shqipëria është çerdhe, është vatër, e cila është bërë pik magazine. Këtu magazinohet dhe këtu shpërndahet droga, por ajo që është më kryesore, prishet interesi apo preket interesi i Amerikës. Unë e kam thënë edhe në shkrimet e mia, prapë të kam cilësuar që preket qoftë tek Porti i Durrësit, qoftë droga, qoftë krimi organizuar, pastrimi parave. Dhe ajo që është më e keqja, që Shqipëria në politikën e saj ka pas për 35 vjet dhe vazhdon të ketë një politikë sorosiane. Akoma nuk është goditur politika. Kjo lloj politike që po bëhet në Shqipëri. Mos harroni se tash ajo mundua ta shesi apo ta fali Sazanin vetëm për të qëndruar në politikë. Rama vetëm për të qëndruar në politikë mundua ta shesi dhe Sazanin. E ka bërë Shqipërinë si baçën e vet. Por gjë që nuk i shkon. Në zgjedhjen që bëri, zgjedhje fund që u bën, domethënë për BKH-n dhe për SPAK-un, e dërguar Ambassadë nuk foli fare, nuk dha asnjë lloj deklarate. Por la të bëhesh që të fliste. Dhe ajo që ishte kryesorja ishte sepse edhe Rubio kur solli atë përshëndetjen e 29 nëntorit. Pra, gjatë përshëndetjes gjithmonë që s'kishe bërë ndonjëherë vaki që flitesh për drogën, për korrupsionin. Për prekjen e interesave dhe sigurisë të Amerikës. Kështu që takimin që bën, qoftë me BKH-n apo me SPAK-un, tregon se tashmë kemi një qasje tjetër të politikës të SPAK-ut dhe të BKH-s. Rama, unë e kam thënë prej kohësh, qysh pas ardhjes të Trumpit, unë e kam deklaruar që Rama, dhe sidomos pas kthimit të FBI, se jemi i vetmi vend që kemi FBI prezent, asnjë nga vendet e tjera nuk e ka. Rama nuk e komandon më SPAK-un. Ka element që mund t'i japin në informacion, por nuk e komandon më. Dhe mos e komanduar më, ndodhen të gjithë veprimet e SPAK. Nuk i kishe shku ndonjëherë mend shqiptarëve që Belina Balluku do arrestohen. Apo do merresh e pandero, pavarësisht se s'po arrestohet akoma nga veprimet juridike. Jo për fajt të SPAK-ut apo të gjykatës, po për veprimet juridike që po bën Rama. Pengesa që po artificiale që i bën, kam bërë që mos shkoj pas hekurave. Por, gjithmonë, politika e Amerikës është droga, pastrimi parave. Dhe me këto, qofte edhe me agjenturat e huaja, kur Rama është pjesë, ja u kam thënë që është në fillim, Rama është pjesë e agjenturës kineze. Dhe këtu është ajo pjesë ata nuk e falin më Rama. Sepse ka cënuar thellë interesat e sigurisë amerikane. Nuk të lejon ty, ai tek ne, interesat tona, interesat kombëtare i ka bërë cop, sepse tashmë kanë dalë gjitha qoftë me Akshin, qoftë me këtë të Shikut, këte që e hoqën te Kosovarët, që e hoqën nga Kosova edhe e solli ky e boni kryetarin e Shikut, domethënë një agent e tutës merre kryetarin e Shikut. Një drejtoresh Aksit nuk di se i jep sa gjithë dynjos. Dhe mirë po ka një problem se të gjithë informacionet janë informacionet klasifikume që i merr presidenti, kryeministri dhe kryetari e parlamentit. Dhe këto informacione nëse del ti dhe i shet pastaj, pra bën cënon sigurinë të Amerikës dhe të NATO-s dhe antarin NATO-s. Fatkeqësisht ne jemi antarë të NATO-s. Nuk e di domethënë se si mund të binë dorë të këtij njeriu informacione, po zot fal NATO ka dhe një të mirë që pavarësisht se je në ato lloj organizate, jo të gjithë informacioni shpërndahet në mënyrë cakton ajo komanda e cila është në Amerikë dhe ajo komanda e cila vetëm ju jep informacion vetëm aty në antarëve të cilët do ajo t'ja u japi. Pra, nëse jep Francës
nuk ta jep ty, nëse jep Gjermani, duke e pas Francës, po ta jep pas ty, apo tjetër. Pra, kanë edhe ata një siguri të brendshme. Po pavarësisht nga kjo, tash, duke nis me marrë vetëm portin e Durrësit, aeroportin e Vlorës, portin e Lionit në Saranë, vetëm këto të treja të marrësh, do të shohësh që e kanë dormuar sigurinë kombëtare. Por kanë prekur edhe sigurinë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Kështu që tashmë lufta është frontale. Dhe thirrja e Ramës në Amerikë, para drejtësisë amerikane, ju do shifti që lëvizjet tu pastaj do jenë çuditshme, unë kam thënë shqiptarët do i binë muret me kokë, kur të marrin vesh se çfarë ka ndodhur realisht këtu dhe kujt i kanë besuar. Dhe unë jo më kot kam thënë është politika, Rama dhe politika shqiptare. Sepse të gjithë e kanë përlyer duart ke Sorosit, të gjithë kanë luajt politikën e Sorosit. Nuk është një këtu. Këtu janë të gjithë. Nga ta kapësh ku ta nisësh, qoftë partitë e vjetra, qoftë partitë e reja që janë akoma më tepër të lidhur. Se janë të ngritura pikërisht nga Sorosi. Kur kanë dalë të parti, unë kam thënë, Sorosi hodhi në treg skalonin e dytë. Pse? Sepse nuk duan të lëshën pushtetin. Shqipëria është qerdhe e Sorosit. Është qerdhe, Guacki i Sorosit është Shqipëria. Dhe gjithë të ndërtime që bëhen, pikërisht bëhen sepse ishte menduar që organizata e Sorosit të vinte në Shqipëri, instalohet në Shqipëri. Dhe politika tyre kjo ka qenë. Sepse kam pas një stret të ngrohtë në Shqipëri të. Ishin të paprekshëm. Përkundër, bëheshin servil ka tyre. Dhe bëhen akoma servil, edhe sot. Pavarësisht se flasin, thashu lërasin, bëjnë sikur e shajnë Sorosin. Po ke Sorosi shkojnë. Po ai paguhet. Se është ajo beteja e shaj sa më shumë, që të të besojnë njerëzit ty që ti e kundër meje. Kështu që kjo lloj deklarate e ambasadës amerikane bie në linjën totale të politikës së sotshme, jo vetëm politikës gjeostrategjinë që ka Amerika, patjetër. Por ajo e sotshme në Shqipëri, që nuk po ndodh në Shqipëri, është ajo para përgatitja, për të përgatitur njerëzit, qoftë edhe për këtë vajtje para drejtësisë së Ramës në Amerikë. Pra bëhet ajo që qoftë Spaku, qoftë BKH-ja, qoftë GKK-ja, janë në mbrojtje të Amerikës. Dhe jo më kot, ajo ushtua personeli, apo erdhi toga e Deltës para vitit 3, erdhi në DEA, se erdhi para vitit 3 në Shqipëri. Pra ushtuan forcat. Pikërisht sepse edhe ata mendojnë se ndoshta diçka mund bëhet një rrëmuj. Se gjithë të lëvizit që po bëhen, se masi unet një vit pushim të që hajde qojme bëjmë lëvizit tjera, tash që po vjen edhe po bëhet, si me thëmë, ju kam ledhë laku të gjithëve, i ka ardhë në fyt, tash tonin komët, hajde kush puna shpëton. Edhe të bëjmë ne i gjohë. Por, harrojnë që shqiptarët vërtet janë ai populli që të nështrohet, të bëhet, jo nga dëshira, por nga pamundësia, se e ke lënë pa bukë. E ke lënë pa bukë, e ke varfëruar, e ke terrorizuar. Dhe kjo është tashmë që do përgjigjen këta, do përgjigjen të gjithë. I pari që duhet përgjigjen, i pari që këput penin e atë filispanjën e të spive është Rama. Në qofë se goditet Rama, dhe të goditet pa tjetër, do hapet të spive. Edhe do më qifen gjitha, do ikin gjithë, nuk tinë se nga do shkojnë. Qoftë grupet kriminale, qoftë për drogën, qoftë edhe për politikën. Se dhe është pa mundur, kur unë pa të deklaru atëherë që 2 kontenerët e drogës u shduken më natës në port, situacionin nuk folë.
Mërë në natës u shduku, në dykon në njerë drogë. Asë në rrisë. A që kam thëmë, Panakini vazhdon s'jel droge dhe vazhdon bërë reklam televizive. është çmenduri. Është çmendurim. Porti Durrësit është në pikë pyetje dhe në shtator ta bëjnë tender. Hedhin miliona lekë të tjera. Hedhin miliona lekë të tjera. Megjithëse janë me flamur të kuq të gjithë. Vazhdojnë akoma. Ashtu siç vazhdoi Berlina Palluku me dhe këta e tregojnë hapët, nuk është se duam ta themi, po këto e tregojnë hapët vetë me veprimet e tyre, tregojnë hapët vetë. Tash është turpi më i madh. Një dënuar dali dhe të bëj moral. Mi po këta nuk kanë as moral, as familje, as zot, as komt, nuk njohin asgjë. Këta gjë që është këtar vetëm para. Vetëm para nuk njohin asgjë tjetër. Këta mendojnë se çdo gjë është paraja, jeta është paraja, nuk është paraja jeta. Njeriu ka dignitetin, ka moralin, ka personalitetin, ka familjen, ka besimin në kombë dhe në Zot. Po si pate këto si e. Por, që ti kesh këto duhet veprosh në këtë lloj forme. Po jo me deklarate, se i kam pa shumë dalin për televizor, kam mësuar callafe dhe fillojnë i përdorin vënë pa vetë. Po të sorësit janë. Çuditërisht të sorës e shulë këm kryq. Si na si vënd tjetër. Jemi një vënd që ne varemi domethënë totalisht nga politika ti. Kështu që Amerika sot, duke qenë se edhe Soros ka shpallë organizat terroriste, patjetër gjithë atë investim që ka bërë Amerika do ta rikthejë, se nuk ka mundësi që të dështojë. Është e papranueshme që Amerika të dështojë. Dhe Rama të vazhdoj të qëndroj akoma, u mundua, me gjithë format, me gjithë mënyrat, për t'ju afruar presidenti Trump apo administratës Trump, pra po të theksoj, falë asaj Suzi, që është shefja kabinetit, që ka bërë të gjitha agenda dhe që këti ka vu kryq qytë ditën e parë që ka ardhur në zyrë. Ky se kuptoja. Nuk e kuptoj. Ajo që kur vajti me Zelenski, këta të Europës, kur Vandelindi kërkoi ditë fotografi para Trumpit, ishte po kjo që dha ullën që dalë atje në fund. Dhe ai ishte sinjal politik. Këta të Europës nuk e kuptu. Dhe shohim shkatrimin edhe të kësaj Europe do e shifnin shumë shpejt, si që Rama do shifnin edhe shkatrimin e Europës. Unë e kam thënë do ketë vetëm bilet vajte, nëse do shkelin në Amerikë, unë kam thënë do ketë vetëm bilet vajte, nuk do ketë bilet kthimi. Nuk do ketë bilet kthimi për vetëm arsye sepse tash drejtësia amerikane nuk është si drejtësitë e tjera, të cilat të lejojnë të bën, tash rasti Maduros nuk do të gjykoj absolutisht asgjë, por rasti Maduros, domethënë marrja e tij një presidenti në detyrë. Tash i lejmë të gjitha i lishëm, i palishëm, kjo ishte presidenti i lishëm apo i palishëm, e njohim se njohim, ka vjedhur, s'ka vjedhur. Po marrjen detyrë e një presidenti dhe nxjerrja para drejtësisë amerikane do thotë se Rama do të shkojë dhe nuk do të kthehet të madh. Domethënë do të marrë akuzën, do merret si i pandehur. Mos harroni se ka është pavarësisht se këtu është vetëm çështja me Gonigal apo Sinaloa, e dyta është më e rëndë se e para, por kemi edhe atë dosin Bilali, nëse ju kujtohet kur Rama ishte në Amerikë, ai është dënuar, Rama nuk i hyri gjë në këmbë. Por ajo që është kryesorja është sepse edhe pjesa tjetër pastaj që duhet kuptojmë edhe një gjë tjetër që Rama ka një pasuri në Amerikë. Jo vetëm vilën luksoze që ka, po edhe kompanitë që ka, dhe vilet edhe apartamentet që ka në New York, në Bahaj ku ka në Baham ku ka dhe parat në bankën e Sorosit. Të gjitha janë, unë u kam thënë që të gjitha janë të konfiskuar.
Tashmë atje është bllokuar, domethënë edhe pasuria e tij është bllokuar, kështu që ai do të shkojë dhe do të përballet aty se nuk ka nuk ka nga lëvizëm më. Pra, politika e Trumpit kur dha atë për 90 ditë dua që Ballkani domethënë të bëjë gjithë atë rifreskimin themi, të nxjerrë të gjithë inventaret e saj, këta nuk e morën seriozisht, siç nuk e morën seriozisht qoftë edhe Vandelidi, qoftë edhe Mërci apo Macroni apo këta kur Trumpi goditi, jo goditi, po paralajmëroi atë Europën, duke thënë me çështjen e refugjatëve, me politika që po ndiqni, kujdes me NATO, duhet pagunin lekët, këta vazhdonin akoma derisa ka ardhur kjo situatë sot në Europë, ku bën pjesë edhe Rama në korrupsionin e Europës, ku bën pjesë edhe Rama, patjetër sepse thash ky është ai portavoce e Sorosit, i caktuar i Sorosit për Europën. Kështu që ky Rama patjetër shkon edhe si lider i Sorosit në Europë, jo vetëm për këto afera që ka bërë. Po ajo që është më kryesore, që unë kam ngulur gjithmonë që është e pamundur që të prekësh sigurinë e Amerikës dhe mos gjykohesh. Kjo ishte nonsens. Kështu që jo pa qëllim ju thoja që deri në fund vitit do të mbyllet kjo histori. Kështu që Rama do të shkojnë, për sa kohë shkon, ju e keni vënë edhe në SPAK kur shkojnë, nëse është person ndjeni ikën pa avokat merr ndjeni për atë çfarë diti deklaron dhe pastaj nëse je person në hetim apo merr akuzë, patjetër do thotë do radhës tjetër do vish me avokatin sepse do marrësh akuzë. Kjo është ajo që Rama ka bërë dhe ka anashkaluar, ajo letërporosia që Rama para një viti e gjys, që Rama si erdhi një letërporosie dhe Rama nuk e deklaroi, ajo që unë i thosha Ramës hape atë zarfin që ka mrenë, na trego që ka mrenë. Pra, pyetjet e Ramës janë bërë, ndjenin time të gjithë pyetjet që ka pas FBI janë bërë. Drejtësia amerikane ja ka bërë pyetjet, por ajo që nuk i rënë, domethënë o mua anashkalua apo u bë, por nxjerrja nga departamenti i drejtësisë e i dosjes i publikuar në mënyrë publike që s'kishte bërë vakina i herë që departamenti i drejtësisë në Amerikë botonte një dosje e cila nuk ishte në gjykim, tregon e hapur që ky do përfundonte në këtë lloj gjendje, pra do thirrësh se s'bën, nuk e di pse u zgjat për politikat e tyre, për nuk di se si i kanë domethënë mënyrat e hetimit të veprimit janë ndryshe nga ato tonat. Këtë po e shohim edhe me veprimet që bën SPAK-u, që tashmë bën veprime të ndryshme, nuk është më ai SPAK-u që vepron në atë formë. Kështu që sot ka dalë, pas ka dalë ky lajm me datë 20 të shkoka. Mua për vete, domethënë unë nuk e kam parë ndonjëherë Ramën jashtë objektit të drejtësisë amerikane apo të drejtësisë shqiptare. Jo më kot kam thënë që gjithë grupet kriminale, droga, korrupsioni, të gjitha shkojnë në një pikë tek ajo që quhet Edvin Rama, por që unë kam cilësuar gjithmonë që ka ndërtuar mafia në shtet dhe në asnjë mënyrë nuk e kam pranuar kurrë ta quaj narkoshtet, por kam thënë gjithmonë ka ndërtuar mafia në shtet dhe kjo mafia shtet tashmë do shkërmoqet, do bjeri, se nuk ka rrugë tjetër, domethënë i gjithë korrupsioni që është bërë, gjithë droga që ka lënë, është pavarësisht se Rama u mundua me Sazanin, t'i fali Sazanin, t'i bëj, por po të veshër edhe tërheqja e Kushnerit ishte pikërisht në fund vitin e vitit kaluar, u tërhoq nga Sazani, pra bëri një pezullim, solli një shkres nga data 25, ndoshta nuk kujtohet mirë, ka sjell një kërkesë ku u tërhoq nga Sazani, nga investimi në Sazan, bëri një pezullim, domethënë deri në fundin e gjashtë, duke pas parasysh ky person është në hetim, domethënë, apo do merret në hetim, kështu që e la pezullet ai. Dhe kjo tërheqje që bëri Kushteri dhe ky është një sinjal tjetër, domethënë pozitiv për sa i përket Shqipërisë, jo Ramës, që Rama nuk mund t'i shmanget më drejtësisë amerikane. Do të ishte ndoshta nëse do ishte një politikan i mirëfillt, do kishte bërë tërheqjen atë që ju kërkua që të tërhiqesh,
në mënyrë të qetë dhe nuk e bëri, po vazhdoj me atë kokfocin e vetë, me programin që ka Sorosi, se të gjithë ta majtistët pamërësi se sot edhe Sorosi kur përmendet si Sorosi dikur përnojnë komunizëm, sot thonë Sorosi, po komunizmi, Sorosi një janë, majtistë janë të gjithë këta, nuk është se ndryshojnë ai gjithë madhe. Por sot ka një emër tjetër, domethënë. Kështu që Rama tashmë do përgjigjet. Unë them i qëndroj prapë asaj që unë kam deklaruar që Rama ka vetëm bilet vajti, nuk ka bilet kthimi. Ta filloj nga fillimi, unë them që Benameta është marrë, është dorëzuar, themi, para drejtësisë, se sa Benametaj është arratisur apo tentativa arratisë, si thonë ta është duke u iku bëri njërën tjetër. Këtë gjë e kam deklaruar që ditën e parë. Kam deklaruar edhe se nga ka hik, ku ka qëndruar, edhe kur vajti në zbitër, në njëtën kohë që gjithë thoshin që është në Greqi, është këtu, është atje, nuk dihet se ku është. Po kjo pak rëndësi ka. Benameta kur u dorëzua me atë të penduar, themi, bashkëpunëtorin e drejtësisë, dhe Benameta ka referuar të gjithë pyetjeve që janë bërë, apo të gjithë dosjet që ishin bërë në Amerikë, Benameta ka konfirmuar apo ka shtuar diçka më shumë, apo mund të ketë hequr diçka nga ato dosje që janë bërë. Kështu që po ta vesh re, edhe intervista që jep Benameta janë intervista të kontrolluara, nuk janë intervista që Benameta i bën në mënyrë linare. Benameta të gjithë i bën të kontrolluar dhe kjo është ajo që FBI-ja ka përdorur gjithmonë. E ka nxjerrë Benametaj për të treguar ato bëmat e Ramës apo të qeverisë të Ramës dhe disa gjëra dihen, disa i konfirmon, pastaj dalin që pas kësaj ndodhin disa veprime grupet kriminale, hapet afera, pra bëhet një paraprgatitje nëpërmjet Benametit të ta përdorin një politikën e paraprgatitjes së opinionit publik. Pra për ta informuar opinionin publik para se të ndodhi veprimi. Çka do të thotë, nëse i jepet për tunelin e Llogaras, pavarësisht se ne kemi diskutuar për tunelin e Llogaras, dalja e Benametit si zëvendës se ka zëvendës kryeministët dikur, nuk është njëri i thjeshtë për bën një analizë apo nuk ka fakte. Dalja e Benametit pastaj dhe deklarimi i tij në opinionin publik e bën atë që opinioni publik në momentin që ndodh mos të shokohet, mos të ketë në një shokim të madh, në një gjë të madhe që thotë bubu. Dhe duke diskutuar pastaj opinioni publik, duke diskutuar, duke bërë mediatike, duke diskutuar në për tavolina, pastaj njerëzit arrin të kuptojnë se çfarë dëmi është bërë. Dhe në momentin që vepron spaku, pastaj absolutisht nuk keni paqe. Në momentin që vepron spaku nuk ka në një reagim negativ. Ka shi spakut apo në një reagim pozitiv ka shi personit. Pra që thonë, si me thonë, themi atë fjalën gjuna që ja bën se ky nuk është i tillë apo nuk është i tillë. Pra bëhet një paraprgatitje të terrenit dhe pastaj vepron spaku. Këtë lloj, unë pranaj u kam thënë që spaku ka ndryshuar qasin e tij dhe po bën ato veprimet e tij që në Shqipëri nuk ka ndodhur ndonjëherë kjo. Që të hidhen tre gjëra dhe pastaj veprohen. Se gjithmonë kanë qenë të infiltruar, kanë qenë rrjedhje informacioni, kurse këta nuk e kanë këtë lloj problemi, nuk e kanë se gjën e kanë kontroll. Gjën, duke pasur gjën kontroll, ata e dinë shumë mirë, sepse dinë shumë mirë dhe lidhet që janë. Për shembull, në opinion publik nuk mund të pranohet që shefi i policisë, që është më i madh i policisë, dhe të jetë i implikuar, por Proda për shembull i mor telefonin, pas askush nuk tha që pse u mor telefonin këtij personi. Po të gjithë thanë që po, policia është e implikuar me krimin dhe me drogën. Kështu që ai çdo që thotë Benameta sot duhet ta shihni në atë pikën që është ajo pika që e shtrohet rruga përpara. Hidhet djerzhavori dhe pastaj hidhet asfalti. Edhe me Benameta këtë lloj politike kanë bërë. Kështu që çfarë do të thotë nuk ka se çfarë thotë Benametaj, nëse do marr nga pikpamja pastaj politike, nuk ka apo korruptive, nuk ka çfarë thotë në gjë më të madhe. Sepse dozit ku janë përfshirë të gjitha është edhe Benametaj, vetë personi Benametaj. Pavarësisht se Benametaj mundohet të justifikohet, ta përdori këtë si justifikim për veten e vet, por tek e fundit edhe ai
në dosjen e tij, në këtë dosje është emri i tij, mos harrojmë këtë asnjëherë. Pra Benameta nuk është një njeri i pastër që po del dhe po tregon. Benameta është në kupolën e këtyre, është brenda këtyre dhe duke qenë brenda këtyre, ai di shumë gjëra, lëvizje apo se ku ja bër pazaret dhe ku kanë ikë lekët. Por jo se Benameta është një njeri i pastër dhe po del tash para shqiptarëve dhe po deklaron po bën denoncime të Benametaj dhe vetë është i pastër. Absolutisht jo. Unë kam dëgjuar intervistën e Benametaj, qoftë edhe për Bukën Shah, ku unë e di mjaft mirë, korrupsionin që ka bërë Benametaj. Atë që Benametaj e firmosi privatizimin dhe dy ditë para se të largohej nga posti i zëvendës kryeministit, ministri i financave, Benametaj, megjithëse kishte 2 vjet që i kishte bërë, domethënë kishte shpallë Shahani, apo kishte dhënë pronën, mas 2 vjetësh Benametaj e bën firmos për ta zhbërë, domethënë veprimin që kishte bërë. Një veprim absurd. Dhe kjo është në spak. Po Benameta mundohet ta trajtoj si gjë që unë nuk kam gjë, pra ato duart e pastra. I shoj si dakon, se ta gjithë me duart pastra, ne edhe Rama është me duart pastra, ju e patë edhe Akshin e Nxorri me duart pastra. Edhe Belinda Balluku me duart pastra. Gjithë me duart pastra janë këta. Po çuditërisht të gjithë vjetët i kanë bërë këta. Thash, Benameta është pranuar nga FBI-ja, është pranuar që të jetë bashkëpunëtor për të konfirmuar apo për të dhënë disa detaje më tepër, më të hollësishme, që mos të ketë brumë shumë, themi ne. Të jetë ajo esenca. Dhe Benameta këtë e ka bërë. Unë nuk pres se do thotë një gjë të madhe. Benameta nuk e ka përmendur një herë që thotë Rama ka ndërtuar mafia në shtet. Rama është komandanti i gjithë, gjitha fijet shkojnë tek Rama. Dhe unë kam qenë pjesë e këtij. Ky është pastaj nëse ti do t'i bësh nder këtij populli, duhet të thuash, unë kam qenë pjesë e kësaj mafie. Po sot hika. Për këtë arsye se Benameta nuk hiku për arsye ideologjike. Po e hoqe Rama për arsye të veta, prishje pazaresh. Këta janë thjesht prishje pazaresh. Megjithatë, thash, është ajo pjesa që bën politika amerikane bën këtë, shtron rrugën pastaj bën veprim. Dhe opinioni publik e pret, jo si bom, jo si gjë që pse u arrestu ky. Se asnjëri si shkoten me që Belinda Balluku do arrestohen. Po më duket se në këto intervista kemi bërë ne para Benametet për sa i përket tunelit. Por, patjetër, duke qenë posti i zëvendës kryeministrit, i jep më tepër akses fjalës Benametet, patjetër. Plus edhe media, televizionet që fillojnë edhe bëjnë propagandën. Se kjo është e keqja në Shqipëri. Që këta e kanë poshtë mreti, rrof mreti. Nga fryera, ne shkojmë, fillojmë pastaj edhe kthehen. Nëse ti veshër gjithë njerëzit e Sorosit sot, megjithëse i kanë shërbyer apo vazhdojnë që shërbejnë, vazhdojnë financiuar nga Sorosi, dalin dhe bëjnë sikur janë kundër Sorosit. Pse? Për të qenë lojë. Për të qenë në lojë. Dhe mendojnë se Amerika e ha këtë lloj, themi këtë lloj paçavure që bëjnë këta, që duan ta quajnë veten politikanë, se politikanë janë kurrë. Kështu që Benameta do japi një intervistë për mua, nuk ka ndonjë, nuk e di se a do të tregoj Benameta se sa miliarda euro janë pahajt në emër të Ramës, të Vučićit. Do ta nxjerrë. Do nxjerrë sekuestrimin që ka bërë FBI në Amerikë. Unë po them Ramës, po janë edhe të tjerët. Se ka qenë ministri financave, e ti shumë mirë se ku kanë shku lekët. Megjithatë, do të shohim çfarë do thotë në një gjë. Inshallah s'merret me pllakat e brejtë e Ariolit, që se çfarë nga parrohet.